Incidenti heshtur në fluturimin e parë të aeroportit të Vlorës, 2 ulje, asnjë sqarim zyrtar. Më 8 maj 2025, gjatë fluturimit të parë në aeroportin e Vlorës, avioni privat i biznesmenit Bexhet Pacolli realizoi 2 tentativa uljeje. Në momentin kur kryeministri Rama po fliste për aeroportin, tentativa e parë dështoi dhe avioni u ngrit sërish në ajër. Sipas informacioneve jo zyrtare, dyshohet se avioni pati një problem teknik në hapjen e plot të gomës së përparme, çka e detyroi pilotin të fitonte kohë përpara tentativës së dytë. Ulja e dytë u krye me sukses, fal përvojës dhe trajnimit të pilotëve për ulje me rrotat e pasme. Që ta shoh Vlora dalla ndyshën e parë, se shkoi deri në Mark Bexheti. Ajo që mbetet ende e paqartë është fakti se nuk pati asnjë sqarim zyrtar për këtë problem teknik. Avioni, i marrë me qira, mësohet se ka qenë objekti një padje gjyqësore nga ana e zotit Pacolli ndaj kompanisë përkatëse, pikërisht për defekte teknike. Po atë ditë, biznesmeni nuk ka udhëtuar më me këtë avion, i cili ju nënshtrua menjëherë remonti. Ngjarja u minimizua publikisht si një xhiro ajrore mbi qytetin e Vlorës. Ndërkohë, burime për Postnes bëjnë të ditur se në prapasken është përfolur edhe për një skenar komploti ndaj biznesmenit, version që nuk është konfirmuar kurrë zyrtarisht. Nëse do të ishte sqaruar në kohë dhe në mënyrë transparente, kjo do të përbënte një ngjarje madhore, veçanërisht duke qenë se lidhej me fluturimin inaugurues të aeroportit të ri. Deri më sot, e vetmja gjë e sigurt mbetet fakti se avioni realizoi 2 tentativa uljeje, ndërsa e vërteta e plot mbetet ende e pasbardhur.